A mund të japësh një panoramë dhe a ishte fitoria e Albin Kurtit? Unë e bëra një analizë mbrëm dhe mendoj që ishte shumë plak edhe për Tiranën. Mendoni një lloj kolonel dhe si e shikoni? Absolutisht fitoren e Albin Kurtit e shoh si një fitore të shqiptarisë, të kombit shqiptar. Absolutisht nuk e shikoj të ndarë në mikro. Si një fitore e një partie të Republikës Kosovës, partie shqiptare të Republikës Kosovës. Absolutisht. Ishte një fitore plebishitare, një fitore cila i dha një leksion në mënyrë të veçantë e bashkimit evropian, jo vendeve ballkanike, sepse sot demokracia në Kosovë është më e konsoliduar sa askund në si vend të Ballkanit Perëndimor. Së dyti, ishte një fitore ndaj kriminalit Vučić, i cili përgjatë gjithë këtyre viteve në bashkëpunim edhe me aktor anti-amerikan, si që janë Federata Ruse, prej cilës ka dhe mbështetjen kryesore në fakt, Kinës, Iranit dhe vendeve tjera antidemokratike, ishte një fitore historike e Albin Kurtit ndaj të gjithë atyre përpjekjeve që nga sulmet terroriste, të grupeve terroriste, tashmë influenca Serbisë dhe grupeve kriminale serbe në veri, për shkak edhe të politikave të ndjekura sigurisë nga Albin Kurti, që në fakt, pavarësisht se kanë qenë të mira, do të duhet ishin edhe më të mira. Unë jam shumë skeptik për një pjesë të tyre, ne kemi mbështet edhe ju edhe unë, por do të ishin edhe më të mira, por do të kemi kohë për gjatë këtyre 4 viteve për ta korrigjuar, për t'i treguar se cilat do të jenë qasjet, dhe përfundimisht ishte një fitore ndaj Ramadurës për shkak se i tregoi edhe Ramës që lider i shqiptarëve, ai lideri, modeli i liderëve të shqiptarisë në thojza, në Ballkan jam unë, jo ti. Dhe ja doli ta përcjell këtë mesazh. Unë besoj që absolutisht, dhe të gjitha deklaratat, përpjekjet e opozitës për ta paraqitur si anti-amerikan, si anti-bashkimit evropian, janë qesharake për shkak se në fakt është qasja dhe politika jashtme e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe e Bashkimit Evropian, e cila ka qenë me objektivin për ta tërheqë Vučićin drejt perëndimit, ka qenë e gabuar, dhe pikërisht për shkak se ata e panë që ai nuk ka ndërmend të zhvendoset nga boshti ruso-kinez, atëherë kemi kemi 2 lajme fantastike. Strategjinë e sigurisë kombëtare Kreshnik, të botuar në muajin dhjetor, dhe kemi gjithashtu dhe ligjin për autoritetin e mbrojtjes kombëtare, ku përcaktohet për herë të parë në strategjinë e sigurisë kombëtare amerikane Ballkani Perëndimor, në mënyrë të veçantë Shqipëria, Kosova, Malizi, Bosnja, Maqedonia Veriut dhe Kroacia me Sloveninë si vende të cilat interesi amerikan është i pasfidueshëm, dhe gjitha përpjekjet e Vučićit, Rusisë, Kinës dhe vendeve tjera demokratike për ta dëmtuar këtë qasje do të përballen spari me fuqinë amerikane, pastaj edhe me fuqinë e vendeve përkatëse. Ktu është shumë e rëndësishme, kolonel, të ndalemi pak. Ekziston mundësia ta psojmë synimin e 45 në Jaltë, kolonel, apo duhet të jenë të qetë shqiptarët? Absolutisht jo. E deklaratën e Vučićit është i tërbuar. Po të shikosh 2 njerëzit më të shqetësuar sepse do hikin nga pushteti, janë Vučić dhe Rama. Janë 2 vëllezërit, 2 miq të tyre të ngushtë, sepse të gjitha planet e tyre, të cilat në teori kishin prapavi europiane, në fakt s'kishin prapavi europiane, që nga Ballkani, që nga qasja dhe tentativat e Vučićit për ta tërheqë Ramën dhe gjithë vendet e tjera për interesat e tij ekonomike dhe për ta mbizotruar nga ana ekonomike Shqipërinë, dështuan, dhe ai lajm, edhe lajmi për largimin e investimeve amerikane nga Beogradi, pasqyron politikën e jashtme amerikane me vizion të qartë drejt këtyre vendeve. Dhe ky tashmë është një dokument zyrtar i cili do japi efekte tmerruse në 3 muajt e para të vitit 2026.
Të shkojmë pak kolonel tek The Washington Times, e cila ju ka cituar. Një media amerikane e rëndësishme për hir të vërtetës ju citon dhe ju flet për narko-shtetin, kolonel. Ju keni luajtur një rol të rëndësishëm për njoftimin e problematikave të Shqipërisë në Senat, në Kongres dhe në institucionet amerikane. Tashmë shkrimi në The Washington Times e vërteton plotësisht këtë. Të vim të shtëpia jonë, kolonel, që shqiptarët duan të kuptojnë me shumë kujdes në këto orë të fundit të 2025-ës, çfarë po ndodh dhe çfarë pritet të ndodh. A mendon, kolonel, se ka ardhur koha për një politikë krejtësisht të re dhe një klasë krejtësisht të re politike në Shqipëri? Pa diskutim që po. Sepse Si dhe pse? vetë situata politike, ekonomike, financiare, sociale, e sigurisë në cilën ndodhen sot shqiptarët, është aq rëndë sa që nuk imagjinoni ju. Në vitin 2025, pas 10 milion euro investime në vitin 2020 dhe 2021, me kontrata 10 vjeçare sigurie, në qytetin e Vlorës, sot shqiptarët nuk kanë ujë të shkojnë të lahen bëjnë dush, apo të pinë ujë, se ujë për të pisë kanë pas kur. Imagjinoje se çfarë korrupsioni nuk po merre me emra oligarkësh dhe biznesmenësh, se janë nëpër media. Po e dinë ata. Por imagjinoje vjedhja, po të rrotullohen, të gjitha vjedhjet rrotullohen me 10 figura, të cilët kanë marrë 10 milion dollar, euro, nga taksat e shqiptarve dhe vetëm janë vjedhur. Imagjinoje, 20-30 milion dollar investim vetëm për ujin, me kontrata 10 vjeçare sigurie, dhe nuk ofron dot as ujë për të pi, ndërkohë që një pjesë e madhe e ujit të Vlorës është lidhur marrëveshja me qeverinë e Melonit. Pra, ky duhet largohet një orë e më parë. Ky dhe gjithë ato butakët, hajdut, që kanë marrë gjithë tendrat e Shqipërisë, duhet largohen një herë e përgjithmonë. Por jo vetëm të largohen, do duhet që të përballen me drejtësinë, por jo vetëm të përballen me drejtësinë, por të gjitha setet dhe pasuritë e vjedhura t'i kthehen popullit shqiptar. Na mbytën patronazhistët kreshnik. Qartë. Njerëzit pa moral, njerëz që kanë shit gratë, vajzat, fëmijët, që kanë shit shpirtin, që kanë shit kombin. Por këto njerëz duhet të përballen me këto gjëra që t'i thrasin mendjes. Kush janë këta hajvan në Washington që i bien në qafë këtij dhe akuzojnë për korrupsion? Atëherë, ti e ke thënë disa herë, dhe po ta përforcoj edhe unë, që një pjesë e medjave të kapura, të paguara me paratë e krimit, të grupeve që mshesin e Tiranës, të krimit organizuar, po përpiqen ta paraqesin presidentin Trump si njeri çmendur, pa kulturuar, si një budalla që s'di çfarë thot, kupton? Dhe pikërisht kjo është narrativa të cilën ne me profesionalizëm, me integritet dhe dinjitet e kemi luftuar. Dhe në disa raste e ke cituar edhe ti këtë. Ke merit. Pra ka një përpjekje për ta paraqit leadershipin politik amerikan si një leadership që është kundra Bashkimit Evropian për të vetëm. Dhe pikërisht është i tmerruar sepse shërbimet inteligjente amerikane, të cilat janë elita e shërbimeve të gjithë botës, kanë informacion për gjithë botën, tashmë informacionet, lidhjet e krimit për të qeverisë Rama, të ministrave, të Belinda Ballukut, të shërbëtorëve të saj që i ka futur në qeveri, për cilët besoj të flasim edhe pak më mrapa, janë të dokumentuara, të dekriptuara nga të gjithë shërbimet inteligjente policore, të brendshme dhe të jashtme dhe ushtarake në të gjitha vendet euroatlantike, dhe këmbana e alarmit
dhe tmerri i tij është ardhja e tij në fillim të vitit 2026 në Amerikë për të përballë me të gjitha këto dosje. Besoj fundi i janarit ka një vizitë në Amerikë për të përballë, ju e keni thënë kolonel. Ai dhe mediat e tij në çdo moment nuk kemi parë kur një luftë, një qasje anti-amerikane si qasja e këtyre 2 viteve të fundit, por në mënyrë të veçantë që nga koha kur në qartë. Unë e kuptova kolonel që ai e ka për presidentin Trump si një njohës i psikologjisë dhe i analeve të body language-it, të këtyre të psikozave, të psikikave, të këtyre prapaskenave të human mind, të mendjes njerëzore. Ju i njihni edhe këto kulisa. Çfarë do të thotë që ky të pres edhe fitilin e fundit, i është mbytur barka dhe po shpërthen, apo i kanë thënë bjeri Trumpit se na kene nga pas dikush këne nga Europa? Po, atëherë, kjo ka një shpjegim këtë natyrshëm, që është stresi i madh me të cilën përballen zyrtarët qeveritar kreshnik, dhe stresi i madh i jashtëzakonshëm i shkeljeve, i vjedhjeve, i përballjes së krimeve të familjarëve të tyre, pra i mbështetjes familjarëve të tyre dhe i përballjes tyre me organet e drejtësisë, i bën të konsumojnë përveç këtyre shisheve 33.000 euroshe dhe kënaqësive tjera personale, edhe të konsumojnë substanca tjera, cilat pa diskutim që reflektohen edhe në paraqitjen ose në psikoanalizën gjatë momenteve kur lider të caktuar japin intervista televizive. Dhe është krejtësisht e lexueshme situata e tyre dramatike, psikologjike në të cilën ndodhen, dhe pikërisht janë gjitha këto të cilat së bashku të cilat të gjitha së bashku shfaqen përpara teleshikuesve, për ata sigurisht për ata që kanë mend kokë, jo për patronazhistët, të cilët brorasin partien verë jemi gati kur do erë për Ramadurën dhe për gjithë Ramadurët e tjerë. Sa i përket shpëtimit, nuk ka më shpëtim, sepse vija e kuqe e këtij personi ka kaluar. Ky nuk e ka më tashmë luftën vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky e ka luftën edhe me mbështetësin e tij të madh me Erdoganin, pavarësisht se është përpjekur të futet tek fustani i Mitsotakisit. Aty po të vi kolonel. Edhe i Netanyahut dhe i Anastasiadesit. Si dolën tani të gjitha këto informacionet e Belindës, të Akshit, të Ministrisë Mbrojtjes, Vëngu dhe futja e Ramës, siç e tha, tek fustani i Mitsotakisit Netanyahus. Mos këta turqit që bëjnë sikur janë miq me këtë, apo ky që bën sikur është miq me ta, kanë ndonjë dorë më të madhe këtu? Pa diskutim që ka një dorë më të madhe, po unë do t'i përmbahem atij rregulli që kam, që nuk futem tek informacionet e klasifikuara. Unë bëj pyetje, ju përgjigjen. Po përsëri unë një gjë do ta them, kreshtik, për respekt ndaj gjithë këtyre mira teleshikuesve që kemi. Informacionet e mia Ramës i është kërkuar që në qeverinë Rama 4 të mos fusi njerëz të cilët veprojnë për interes të Greqisë në qeverisjen e Shqipërisë. Dhe pa diskutim që këtu kemi 3. Unë po përmend 2. Belinda Ballukun dhe Piero Vëngun. Dhe kemi parë që në mënyrë të paprecedent një nga aleatët kryesorë të Shqipërisë mas Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqia, e cila na ka ndihmuar pafundësisht, paktën fushën e mbrojtjes. Turqit i kanë kërkuar mos ja lini Ministrinë e Mbrojtjeve grekes. Absolutisht ja kanë kërkuar jo këtë individ, i cili edhe ka drejthije të mëdha në periudhën kur ka qenë drejtori portit të Durrësit. Ju e dini që porti i Durrësit është
porta e shpërndarjes kokainës në të gjithë Bashkimin Evropian. Është kjo historia radarëve. Është ky porti i Durrësit. Mhm. Është kjo mbështetje e Belinda Balluku që ka fut këtë individ, Mhm. i cili nuk ka asnjë lloj kontributi në Shqipëri që të bësh ministri i mbrojtjes kombëtare të Shqipërisë, apo ministri i mbrojtjes. Do të ishte mirë ta quhen Ministria e Mbrojtjes Kombëtare. Po këtu s'ka kombëtar, këtu janë gjithë antikombëtar. Këto që drejtojnë sot janë gjithë antikombëtar. Po duhet kishte njerëz me kontribute akademike, politike, ushtarake me radhë. Por nuk është ky rasti i Edi Ramës, sepse Edi Rama vepron në interes të agjendave. Dhe pikërisht shërbimi MIT dhe shërbimet amerikane janë bërë bashkë dhe do vazhdojnë të demaskojnë të gjithë lidhjet e këtyre hajdutëve të qeverisë në të gjithë veprimtarinë e tyre, edhe të kaluar, po edhe gjatë këtyre viteve. Dhe nuk është e rastësishme që po goditet Belinda dhe shumë shpejt do të dëgjoni goditjen edhe të gjithë njerëzve të tjerë që ka mbështet Belinda Balluku. Që janë këto përgjimet? Kush është ky Agazi që kontrollon gjithë policinë e shtetit? Përgjimet me shefen e shishit, çfarë gatuhet këtu brenda, lidhjet me krimin e organizuar etj. Çfarë shihni këtu, kolonel? Se si duhet reagojnë shqiptarët? Është e tmerrshme kjo. Se si duhet reagojnë shqiptarët e kemi thënë, por ajo që unë nuk arrit kuptoj në filmimet të cilët janë kap në kompjutrat e tyre, janë edhe disa filmime të drejtueses së Flora Hyseni. Drejtueses së Shërbimit Informativ Kombëtar. Te kompjuteri i Agazit. Te kompjuteri i Agazit në video tek bodrumet, po themi bodrumet e verës, le themi, bodrumet e kënaqësisë të shfrytëzimit kohës lirë, të cilët do të bëhen publike gjatë muajit janar për shqiptarët. Përgjime argëtimi. Një pyetje e madhe, si ka mundësi që drejtori i përgjithshëm, 70% e drejtuesve të policisë së Shqipërisë, ish ministri i kaluar, shefja e shërbimit inteligjent, të gjithë ndajnë kënaqësi me zotrin apo me individin në fjalë. Pra, vërtetohet që e gjithë kupola e Edi Ramës, si që tregojnë zgjedhjet, si që tregojnë arrestimet e shtetit, si që tregojnë veprimtaritë e korrupsionit të grupeve dhe lidhjes grupeve kriminale me gjithë përfaqësuesit e tyre në parlament dhe ministrat dhe ish-ministrat, me gllabërimin e gjithë jugut Shqipërisë, investimin e parave, e miliardave eurove të parave të krimit nën urdhat e Edi Ramës për gjithë kryetarët e bashkive, të gjitha këto janë një mësim të cilin shqiptarët, edhe ato të shkolluar, edhe ato të pashkolluar, edhe ato me parti, edhe ato pa parti, do t'i thrasin mendjes, të zbresin shesh, të blokojnë sheshin, edhe të kërkojnë largimin e qeverisë dhe krijimin e një klase të re politike në Shqipëri. Ne emër të gjithë atyre të cilët nuk kanë mundësi të jenë në vendin tim, por që po na ndjekin, edhe unë ju uroj ju, familjes tuaj, gjithë dashurve tuaj, gëzuar 2026, paçi një vit mbar familjarisht, qofsh i nderuar kështu siç je, i shtoftë Zoti njerëzit si ju, të gjithë bashkë, modestisht t'japim të vëmë një tull të vogël në këtë mur kilometrik të hallëve të mëdha të Shqipërisë dhe të kombit. 1000 falënderime, kolonel. Më lejo, Kreshnik, që në emrin edhe tëndin, po edhe personal, t'i uroj suksese, marsi, gëzuar festat e fund vitit. Ju falenderojmë për mesazhet e ngrohta, për respektin dhe urojmë që viti 2026 ta gjejë Shqipërinë pa hajdutët e saj në krye të qeverisë. Faleminderit, gëzuar për shumë vjet dashur shqiptar, paçi një vit të mbar, të begat, të mbushur me lumturi, me arritje, me suksese. E rujt Zoti Shqipërinë tonë nga duart e liga, nga duart e hasmit, ashtu siç e ka ruajt vazhdimisht. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve.